A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vazhdojmë me derset Shifai Sherif, po sot ishte pak një vërejtje nga Allahu Gjelle Gjelaluhu për ne të tovarët. Ajo era e madhe në ishu i madh nuk ishte alameti i hajrit. Unë e bashkë atër shkojsha në shpi me vetur, me kontinjera, me drujnë në për tokë, thënë këshu hikshim, më në kape dhe një bela. Njerëzit telefonat, i në qizoj, në të hikme në shpi që aty, hikme në shpi, nuk të cilët dobi se 200 views a di kjesh në Facebook ose në status WhatsApp. Në këto raste, pejgamberi a.s. dritë në sejde, dhe 2 rekat namaz, dhe kërkojmë dim nga Allahu. Tamam, nuk ishte alamet i mirë kjo sot. Thënë të kishë vazhdu e një gjimcaati, po plafe madhe. Allahu Teala në rujt nga belat, osmanlisht e në arabisht i thuin, erdhije e në semavije. Belajat në tokë e në nga qielli që mund të vinë. Tokë në një tërmet, nga qielli që kështu dhe një vërshim, dhe një shi i math, Allahu Teala në rujt. Mirë po neve, shi, bre, shërbor, ne këto derë se i mbajmë, apo. Allahu ju shpërblef juve që vini, po tash ndoshta i kena pak çorapet e lakta se normal ajo me erë ishte shiu sot edhe normalisht pak lagen edhe pjesët e xhamis, ama neve derset nuk dilam. Mezhliset nuk dilam. Ndoshta bëhemi dosadët i mërzitshëm, ama prap do i përsëritim fjalët e njëjta që mos ja harrojmë këtë mirësi Allah që na ka fal. O xhamat, na vjen mirë këtu të kalojmë vakët. E shohim. Allahu Ekber. Selam. Te dera 10 minuta prej të mrinë të dalë. Ku shpejtojmë? Ku shpejtojmë? Apo? A ka hajrë në dynja lek? Jo. A ju jeni musliman që nga namazin në një sevap qeter? Derës dëngjëm. Kjo kërkon falenderim të madh te Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj përmendim këtë si shpesh. Në më duket dersin e fundit, ne me shoqni kështu i bëjmë do muhabete, ama më duket për rreth parë rreth puna në ders, ti hapi pak do tema që edhe ndo lafe që ne i fuk do kush nga xhamati ose kështu ande kënde. E ne dhash një shembull për dikë mund të jetë shumë absurd. Ai mund të kesh xhamatlin xhami 30 vjet, ama me hi pak më privat muhabet mund të thosë a be palla dërin xham në botën tjetër. Si muhabete bona, apo. Dikush nëse helbet i ka shku dëni dyshim në zemër. Me një restakfirullah në thosë se zdimo si ta dëshmoj, më duket jo mbo evlia, ama që shokët e mi, së mbesojnë, sot hafëzi jon ishte në ders në xhuma. Dhe të regoj një rast që i ka ndodhur ati, me një xhami që ka qenë në vazife. Mas namazit sabah, thot dolëm, e pim ka një çaj me një xhamatli. Hoxhës i hik sabahi, ati nuk i hik sabahi. Për dit aty, 5 vakët, ndoshta 30 vjet fal, plak. Edhe flasim aty tupi çaj, e në veç kur ma boni, sot e kalzojnë gjuma, veç kur dja boja i plako, ha be hodo se kush ka ardh pia gjetë na kalzoj se a ka bot tjetër. Gjiu bon se ato namazet e sabahut, gjiu bon ato namazet e jacis, ato agjerime, haji, qka u bo? Zeqati që e dham, qka u bo? Hiq u bo, gjemat, hiq, zero, i dosh më vend, me një laf goje. Që më bim në si situata, Allahu Teala na udhëzoj dhe na bie që këtu në mezhlise. Shif, dinjan me të dhanë, miliona dolar me të dhanë qatë laf pigoj nuk e qesish. Jam i bindet. As unë, e as tej. Elhamdulillah, Allah na e hapi zemrën, që na vjen mirë, ta dëgjojmë dinin e ati. Tash vazhdojmë me dersin, ku kemi mbet me Shifai Sherif, po jam i vetëdijshëm, verë është, orari pak më ndryshe, nxefti math. Kjo reflekton interesantin e në YouTube, edhin, haj këta e kuptoj, që këtu elhamdulillah prap shumë mirë jemi. Në YouTube se pekin që është mëri. Në telefon e kje. Ama një shoq majrë më tha, hoxho u vajnë bare, se shumica të në shajnë plash, në det. A gjë u vajnë bare të njojnë hoxhën. Thomë, ma majrë të njoje se sa pa hiq, apo? Njën e di, në shkam tha gjëma. Mo përmendi jemen, mo me një lokal shumë të keq, njeri, do shta aty raki, tha, kishte, tajti njojt e derset. Elhamdulillah, që kjo feja islame. Ka hy aty ku u desht, në xhami, deri diku mirë jemi. Ka hy aty ku u desht dersi.
i hoxhës. Me që sën hym me trup në si vende, atër barem dersit këtë hy, elhamdulillah. Ku e dish bëna se vetë bëhet të ube? Ti që të pjatët dve sabajin të fale. Elhamdulillah. Allahu gjithve në falë gjunafet e në taksiratet. Vazhdojmë me dersin ku Allahu Teala hala flet për vlerën e pejgamberit alayhis salam, e lavdron pejgamberin dhe kjo nuk duhet neve të na vijë balldi, hoxha çdo ders tema e njëjtë, çitap është kjo. Vlerat e pejgamberit janë pafund. Ditën natë me ngju për atë nuk duhet me ungi. Tash e ka hapsin një nën titull i 8, thot Allahu Teala na e bën neve me dije insanëve se i çon salavat, e ruan pejgamberin e tij. Velayetihi, i del Zot me ula që ju vën. I del Zot e kje dost pejgamberin dhe shkaku i atij pejgamberit e largon edhe në dëshkimin. Tash, që kishte titulli, tash dihym dersit. Allahu Teala thot në Kur'an, surja El-Enfal, ajeti 33. Esta'idhu billah, bismillah, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Allahu Teala nuk është një Zot që do t'i ndëshkoj ata musliman duke qenë, jo vetëm musliman, ata njerës wen të fihim duke qenë ti në mesin e atyne. Djetarët kanë thënë, derisa je në Mekë, qofshin musliman, jo musliman, Mekja është e mbrojtur për belajave. Do me thënë, dhe një vërshim i madh, dhe një tërmet i madh, kitë për njerë të desin, si ka ndodhë me popujt e kaluara, këshu, jo, tamam. Mirot, në gjëjmë këtu, ani, telefonat, në t'i ndalim. Kur doli pejgamberi alayhis salatu wassalam nga Mekja dhe ata që mbetën më aty, disa s'në shkuan hijret të bëjnë, këto u frikën tash. Allahu Teala thot nuk do t'ju dërgojnë dëshkim përderisa ti je në mesin e atyne. E tash shkoi edhe pejgamberi alayhis salam në Medinë, mbetën disa musliman në numër të vogël atje në Mekë. Tash ato u frikën, mos bëhe vaki, dërgoi Allahu Teala dhe një dëshkim të madh, na shkatërroi këtëve. Allahu Teala tash e dërgon ajetin tjetër, faktikisht vazhdimin e ajetit, wa ma kana Allahu mu'adhibahum, as nuk është ndëshkuesi aty në Allahu, wa hum yastaghfirun, përderisa ata kërkojnë falje nga Allahu xhelle xhelalu. Do me thënë, është aty në mesin aty në pejgamberi, Allahu hatri ati nuk dërgon ndëshkim. E shkoj ai, atër istighfar. E këtu del një mësim edhe për neve se pejgamberi alayhis salam sot nuk është mesin ton me trup, ama ne duhet vazhdojmë istighfar me bo. Ne duhet vazhdojmë sunetin e atij me zbatu, që të quhet hala se vazhdon feja e tij, suneti aty në mesin ton, e Allahu Teala t'i largoje belajat. Tash edhe do lexojmë diçka. Që thot Qadi Iyadi, Allahu Teala e menjanoi adhabin, atë adhabin gjithë përfshirës, nga banorët e Mekës, hatri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë që e don? Edhe mushrikët më të këqij bile nuk i ndëshkon se ai është në mesin e atyne. Pastaj edhe disa sahab pse mbetën aty, Allahu Teala nuk e ndëshkoi qytetin Mekë. Mirë po, kur u shmbras pe këtë muslimanëve qyteti i Mekës. Allahu Teala tash tha, nuk do ta ndëshkoj Mekën, nuk do ta ndëshkoj Mekën përderisa ti pejgamberi aty e në disa musliman bëjnë istighfar aty. E tash s'mbeti asnjë musliman në Mekë, çka do ndodhe? E tash do ndodhe dënimi. Po çka ndodhi dënimi ne nuk e mbajmë mend historitë këtë ndodheni se që bi taslitil mu'minina alehim. Allahu Teala u alishoi mapa muslimant mushrikëve të Mekës. Duart e kujt me mapa Mekja? Allahu Teala me duart e muslimanëve e çliroi Mekën. Edhe ajo ishte një thojza bela, një azap i madh për ato. Ka pas pushtetin, ka bo qka dose, të zhvejnë puna musliman të kenë udhëheqen në dorë. Cilat musliman, që të që i përzunëm neve. Erdh vakti, po, Kur'ani Kerimi është muxhize, dëndodhe. Të regohet, një hadith, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Enzel Allahu aleje emaneni, Allahu Teala ka zbrit 2 emane, 2 siguri, li ummeti për ummetin tem, 2 garanca. Një është që ki ajet, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Nuk do t'i ndëshkoj ato Allahu duke qenë ti në mesin e atyne, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, dhe nëse shkojsh ti, atëherë nëse vazhdojnë istighfar të bëjnë besimtarët, nuk do ta dërgoj
ndëshkimin të. Që thot pejgamberi asam, dhe kur të shkoj une, thënë nga kjo botë, kur të vdes, kur të dorëzoj amanetin, të raktu fihim el istighfara. Do t'ja la musliman vendor istighfarin. Dhe ne çka do bëjmë? Di marrim tespajt, kur s'kemi çka të bëjmë. Hoxha jonë që këtë ne e thoshte. Si dulën telefonat, na u zhdukën nga xhepat tespajt. Shumë fjalë e thello kjo. Unë e kështu e lexoj. Musliman ton fillon ta mësojnë nga Instagrami e në Facebooku fen dhe mendojnë se është bidat me përdor tespaj. E në kësha mund ta komentojmë. Mos një xhamat. Tash dë kaloje. Ta shofim a qenë ka bidat përdorish tespaj, apo çka do të thot të thuish se është bidat me përdor tespaj. Allah i na rujt. Ne çka do bëjmë? Kohën e lirë. E presim ezanin, ndimarim tespajt, astaghfirullah. Nëse duam që ndëshkimi i Allahut mos na kape. Me istighfar largohen belajat. Qof shpirtnore, qof materiale. Ka një hall muslimanin që mund ta kape, zemra ndonjëri hum ndjenjat. Edhe mua, edhe xhamatlive besoj se i ndodh kjo. A na ka ndodh? Na ka ndodh. Na hupin ndjenjat ndonjëherë. I falim namazet kurse kshu veç lëvizje apo kur gjos ndjem. Ka, një fazë mund të kape. Kësa i thunë kabz. Këti hali, botën shpirtnore i thunë kabz. Mirë po ne edhim edhe në botën materiale se kabz i thuhet e diçka e qeter. Kën ngushtohet një organ edhe ma pasën lirohesh, apo? Njëjtë është si me ndjenjat. Ngushtohet zemra, e fala akshamin, hala nuk u lirohave. Hala në ngushtim aty në shpirt. E ne këtu. Ku e di thunë, ha ftoj, ha banane, ku e di gjy qershaja, prapë nuk lirova. E ne kjo kabz, e na jo kabz. E ne kalon kjo me një qitab, kjo puna e kabzit shpirtnor, se duhet me istighfare, e në ma pa Allahu Teala ta liron. Thënë nëse s'kena ndjenja për namaze, e falish ashtu vetë sa më mhike, do me thënë tajtë mungon dhikri, di marish të espejt, ma shpesh istighfar në dit, astaghfirullah. Sidomos, para se me lin djeli, e ne para se me përëndu djeli. Do me thënë, me si e ke falë farzin e sabahit, e ne para se me thirë ezani akshamit. Meri të spejt ndorë, 100 herë, 200 herë, 300 herë, astaghfirullah, dhe shojë se dhe të aktivizojnë ndjenjat. Dhe një hoqë ka qenë në umre, dhe ka zanë kabzi material, halis mjekësor. E ne ka thënë hoqës të më hoqë, që kam sugjeron dhe qkave se jam kabës. E thot, astaghfirullah. Me ndonë se ndoshta të zemrës. Nuk hoqë në atë aspekt. Ajo qetra. Hoqë jemi thot, prapë vazhdo astaghfirullah. Hoxha që i ka ndodh, ki ras na ka tregu. Thot, i besova hoxhës, a bese hoxhë, është edhe në kadën i dija, i kadën i hikmet, i mora të spejt, 100 të në kure bona, tu nga rend, në tualet, apo, ja. Që, pejgamberi a.s. ka thënë, Allahu Teala, më ka zbrit mbi mu, do me thënë, më ka dhanë mua 2 garanca, një që këtë ajet, se nuk dhe ndëshkoj ymmetin të rësish këshu, mirë po pjesë dhe ndëshkoj. Dhe si që shifni, gjdo 20 vjet, gjdo 10 vjet, një pjesë të ymmetit të Muhammedit a.s. e djegin për së gjalli. Në rinin ton ishte Siria, para asaj Iraki, para asaj Afganistani, para asaj Kosova, para asaj Bosna. Subhanallah. Në me thënë, s'ka rahat lek në këtë dynja. E tash mo, hiç nuk duhet me folë se më vajnë bare kur e përmendjem një në atyne. Palestina. Valla digjem për zgjalli, e ne kina hupa ton djenja. Valla i duhet ditë e natë me boj istighfar. Valla mu kur më del dë një pusto në telefon, ose kur më jep dhe kush haber, hoxho sot kam bombardu, kam vdek qka shfmi, thom, ja rabi më fal, qfar muslimani qenë kam une. Kurse ne imaginoj, ati temi të ndodhe diçka, si bëjnë sabër ato prindër atje. Për qatë, kur na kap në një sprov në këtë dinja, hoxëm kanë qitë pipune, fundi mujt, kriza, me gruen s'jo merë, me atë s'jo merë, me këtë s'jo merë. Me njerët në mteken ato musliman, të na vijem bare, edhe ta hapim gojen për me u anku, tamo. Vallaj mu më vajnë bare. Më vajnë bare, unë qfar musliman jam, e në ato qfar musliman jam. Si dhe jemi bashkë në një gjennet, nuk e di. Allah ja rabi në shpëto imanin, amin. Po ashtu pejgamberi a.s. ka thënë, ene emanun li ashabi, që
hatri jem, Allahu Teala nuk dërgon ndëshkime. Unë jam garanca e ashabëve të mi. Unë jam ajo garanca. Dhe tash Molla Ali Ulqari në sherh tregon se çka ka ndodhur pa e ka thënë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregon Ebu Musa el-Esh'ari, e falëm namazin e akshamit bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ma pa tham, ja Rasulullah, me qenë trim ta bëjmë një mezhlis derisa thire yatsia. Kush e bon tash këtë mezhlis o xhamat? Elhamdulillah, ju e bëjni. U bot ju sebeb, e në unë e t'hin këtë seva, pa Allahi, ju shpërbleft. Ju mes qenë, në shpi nuk bëhet mezhlis. Shpajki e kikerika. Tamam, shpajki e kompjuter, laptop. Nuk shkon be xhamat, nuk shkon. Nuk shkon. Vajnë xhami e përgatis dersin. Nuk shkon, shpaja nuk o vend për të mësu, hiq. Këtu një mesazh për hoxhallarët. Bonja një vend në xhami, një qosh, një zyrë, një send, në shtëpi nuk mësohesh ka. Tamam, pejgamberi alayhis salam doli prezencën tonë dhe tha: po thot, shumë mirë e keni bë, e di se jeni këtu, ma pa e çoj kokën në qiell dhe tha: e sa herë që e çonte kokën nalt për në qielli, thoshte që kështu: e nujum umnetun lisema. Yjet janë garanca e qiellit. Kur do shkojnë yjet, dhe e kapi qiellin atë që e ka premtu Allahu Teala. Çka ka premtu? Idhe sema fetarat, u idhe l-kewakibun tetharat. Kur do të qahet qielli, e ne kur do pekin një nga një yjet. Do me thanë, yjet a ka nëjst pekin, ta dim se puna e qiellit është sos. Do me thanë, qameti ka nëjst. Prandaj, yjet janë amaneti i qiellit. Ma pa thot, u e ene, edhe une, njëci yjet me raportin e qiellit, edhe une jam garanc, jam mbrojtës për ashabët e mi. Feidha dhe hebëtu, kur dhe shkoj edhe une, nga kjo botë, sahabët e mi dhe ummetin tem, pra edhe neve, do t'i kap atë që Allahu Teala e ka premtuar. Dhe dietarët kanë dhënë disa mendime. Fitnia e parë ndodhi vaktin e sahabëve. Së numëron vesh, edhe pse të dy palët kishin të drejtë. Pe aty filloi pak një shkëndi e fitneve. Hazreti Omeri ka qenë dera e fitneve tamam. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ky person është dera e fitneve. Ai kur do vdese, mo nuk do të dalen deri në kiamet fitnet. Prandaj mos pritni. Arm pushim, gëzohemi, ja. Nuk do ndalet be. Vallai nuk do ndalet. Njësa krese kiameti nuk do ndalen. Disa dietar kanë thënë nga bid'atet, jo nga fitnet kështu, nga bid'atet. Derisa jam unë në mesin e sahabëve të mi, dhe derisa janë sahabët gjallë, bid'ate s'ka. E tash parës që e thash atë. 3-4 sahabë mund të t'i përmendi që kanë përdorur tespej. Pejgamberi alayhis salam ka qenë garancë për ato. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ashabi ken nujum, që sahabët e mi janë si yjet, derisa ekzistojnë. Do të thotë edhe qielli që ka në rregull, edhe sahabët derisa ekzistojnë, ka argumente nga sahabët, ajo punë është në rregull. Rai rahat. Te spajt përdori rahat. Tamam. Mas farzit të akshamit shohu me njerë fale son synetin, se për ndryshe i thush Hazreti Aishës gënjeshtare. Ajo na ka të regu se pejgamberi sa e falte farzin e akshamit, vesh thoshte Allahumme ente selam o minke selam, te barak te adhe l'gjelali vel ikram, edhe të shoheshte për ta falë synetin e akshamit. Disa dietar qërë kanë thënë, pejgamberi është emani, garanca, më e madhe për derisa jeton, a i vetë, u e ma damet sunnetu baqiyeten fe hue baqin, po edhe sunneti ti për derisa është gjallë mes muslimanve, quhe se edhe ai është gjallë. Prandaj belajat nuk na kapin. Po hoxho pika u pidafën këto të falmet e reja, stilat e reja. Ki 3 vakte namaz. Ai i thot kësaj pune bidat. Ki qetri bidat që i thot e sharive maturidive Allahumme salli ala sejdina Muhammed. Pse xhamat? Se hoxhallarët e shari maturidi ilan synnetet anësh. Mjekra u zhduk. Shalvaret u zhdukan. Gjybja u zhduk. Filluan bile mot të talemi me veshin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që Allahu tash të dërgon fitne. Dhe sën miremi vesh,
Në safin e parë të xhamisë ton, gjysma ndryshe. Dhe kush tash që dëgjoj kët, do qeshe, po punë shejtani o qeshesh me mbas shpinë. Nuk ka rregull ashtu. Nuk ka rregull se jemi o të i bë 3 vjetën e pak. Ne kanë të kuptoje. Kur dhe e marë për dorën saft parë, në kur dhe e shofe dënjonin, se o të u falë ndrejshe, mo boje vaki të mpyse, o babë gjibon ki këto. Tamam, ne ti mbledhin mend. Gjemat u desh, kit jemi që këshu. U dham bas me vludeve, mbas hatmeve, mbas asë qeli me i të hujteve, na ke ngërdit, e ne këto tonit na ke ngërdit. O ti unë bush safi i parë në halakatën fëmijët tonë zdëdin si të falen. Gjithi thomë të shmi 3-4 vjetë, si di kalzoj ne jemi hanefik, që ki argumention, që ajo argumention. Si di bindi unë se feja islame është e vërtet, kurej me logikën e vete 3-4 vjeqare dëshofe 10 stilat falmeve, në xhamin une ku jam i punësuar. Në xhamin ku baba jem jeton, gjyshi ka jetu, stër gjyshi jem këtu a fal. Neve ase mbajmë be pak këtë gajlo, po nuk obe gjithë shka në 50 euro që dhe i marim në një me vlut be. Nuk këzdise me ato qerët, me neve këzdise. Po gju bobe, mesebi hanefi vetëm hatme në qeli me i të uhejda. Po mbare është me, këto qitape neve në pricin. Për qatë erdhën që këto fitne. E ne, ato qerët, halalu kopt. Më fashdojni, bënja punën tuaj. Se ju e bëjni atë që i besojni. Këtine tonë dhe s'kemi që të thujmë. S'kemi qka të thujmë. Halebi sa gjiri mo nuk lezohet mesin e hoxalarve tonë. E ne neve, hanefi. Jo, be qëfar hanefi e? Ska be hanefi mo? Ska, nuk jemi ne hanefi. Ne jemi, kina pidaf nise. Mesebi hanefi neve nuk jemi. Tamam? Ama nuk duhet veç unë e të palli si gomar këtu. Duhet gjithë ti mbledhim mend se fëmijët tonë ma pa dalin, turbënon ka kreja. Zdin ma pa kujt të besojnë. Ai fëmijë, logjik fëmijë, thot këtë e shof mangat sunnetit pejgamber, ki ka lishu mjekër, edhe këtë dhe njoj. Po nuk kebe kjo kriterve. Gjise kom unë e mjekër, nëse vejmë punat krahasojmë me Mullaj Jakub Hasipin. Nëse e kom ma gjatë, themi se mjekrati. Nuk o ataj puna, nuk o kush e ka mjekrën ma gjatë. Puna o, dia kusho, te kush është, te kusho dia ma e gjatë. Takvalajki te kusho ma e gjatë. Derti islamit te kusho ma e gjatë be xhamat. Vallaj nuk e kina derti islamit. E që në erdhën fitnet, që për deri sa vazhdon sunneti i pejgamberit mesin e muslimanëve nuk do ketë fitne. A ka fitne? Ka. Atër sunneti nuk ekziston. Po edhe këto që pretendojnë se bëj kanë sunnete, jo se ato për 10 vjet u bon cope ka qejt. Te ato hiç më nuk ka sunnete. Ai mu mashtrojni se kritikojmë këtë tonën ato qerat hiç më bëjnë. E që thot kanë thënë ulemat, fe idha umitet sunnetuhu, kur do vdese sunneti i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O që këtë reshta kishim lezu neve me gjithë zemër, me gjithë iman të vërtet e pejgamberi a.s. Kur dhe vdese sunneti jem, vetë që ki lafu desh në gjege shpirtin. E ne barem do sunnete elementare t'i bëjmë. E subhanallah. Sunnete elementare qka është? Ta mësojsh dinin o vla. Dinin ta mësojsh. Gjalin ta bëjsh hoxh. Gjalin ta bëjsh si sahabët. Që e sunneti ma i fort? Mo shkote të tërlekit e mjekra. Njere, organizimi jetës të bëhet si pas sunnetit pejgamberit a.s. Do me thanë, fe idha umitet sunnetuhu, kur di vdese sunneti pejgamberit a.s. fen të dhirul belae, wel fitene, pritni belajat edhe fitnet. Molla Aliul Qari shumë mirë ka thanë, e bie një hadith pejgamberit a.s. Allahu Teala dijen, meshebin hanefit themi për mesin ton, di është meshebi hanefi. Dije qera ne nuk mund të mbrim të mësojmë, se duhet këtë tonën një të mësojmë mirë. Dija nuk dëshduket për njëherë. Allahu Teala kështu nuk do të shkule dijen për njëherë në mesin e një shoqërisë muslimane. Po çka do boje? Një nga një do t'i marrë ulemat. Dë vdese Mulla Garipi, dë vdese Mulla Rafiz Efendaja, dë vdese Mulla Rushan Efendaja andi, dë vdese Mulla Mahmudi, e kështu me radh edhe nuk dë zëvendësohen. Ma pa dë përhapet ignoranca. Gjahillegi, hadithi pejgamberit është kjo. Dhe është tu realizu. Halis jemi tu e pa muxhizën e atij të dashurit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzit do t'i zgjedhin hoxhallar gjahilët. Gjahilët do japin fetva të gabuara, vetë do të devijojnë, edhe xhamatlit do t'i devijojnë. Që këtë vakët jemi tu e përjetu. Rup tup që këtë vakët jemi tu e përjetu.
Ja Rabbi, ndroje, ja Rabbi. Ti je i fuqishëm për gjithçka. Neve nuk e meritojmë, se neve dynjan e duam më shumë se dini. Neve kit fëmijët i dham bas dynjallëkit. As njënit nuk i intereson medresja sa talebe ka si mjet. A dini sa ka xhamat? 0.1% i gjimnazit. 6 veta janë regjistruar deri tash. Gjimnaz me një lagje ndoshta ka 60 veta që janë regjistruar. Tan Maqedonia 6 evlat 14 vjet të pastër si lule që janë, ndoshta ala nuk janë shkruar gjynafet, vetëm 6 evlat janë regjistruar në medresen Isa Beu tona. Që kjo tregon se sa jemi të interesuar neve për fen tonë. Allahu Teala thot, tash ajo pjesa e parë mbaroi, pjesa e dytë, salavat. Në thënë e para se Allahu Teala largon ndëshkime kur është aty pejgamberi a.s. apo sunneti i tij. Allahu Teala thot, inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu dhe melajket ndërgojnë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kemi lexuar në Riyadus Salihin kaloj. Allahu të të boje salavat, çka do thot? Të të mëshiroje. E melajket të bëjnë dua, tamam. Yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, sallu alaihi wa sallimu taslima. E ne ju dërgojni salavat, e ne selame pa fund ta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që me këtë ajet thot Qadi Iyadi, Allahu e deklaroi vlerën e pejgamberit alayhi salatu wasalam se i bën salavat. Ma pa edhe me lajqet i qojnë salavat, gjithashtu në urdhroj edhe neve muslimanve me i dërgu salavat pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Një idiot në Turqi tha, është gjyna me dërgu salavat. E në këtë në gjumë. E në këtë në gjumë. E në këtë në gjumë, xhamat. Që shkun ulemat e vërtet, tash njerëzit i ndjekin këto, pse ka ma shumë klikime, ka ma shumë followersa në Twitter e në Instagram. Po ka dhe një komentim shumë më ndryshe dhe interesant. Ebu Bekër ibn Fureki ka thënë se disa dietar këshu e komentojnë një hadith tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, "Ju'ilat qurratu 'aini fi salati." Drita e syve të mi është në namaz, ne vepër kthejmë. Se salati vjen edhe namaz, por edhe salavati i thunë salat. Ndriçimi i syve të mi, që kjo përkthehet me gëzim. Gëzimi jem është në namaz, thot pejgamberi alayhi salam. Disa dietar kësaj fjale namaz, salat, japin kuptimin te salavati. Do me thënë, gëzohem, ndriçimi i syve të mi është se Allahu më bën mu salavat, melaqet më bëjnë salavat, edhe muslimant pa ndërprer, për inat atij dyshmanit pejgamberit, ato deri në kiamet do më dërgojnë mua salavat. Allahumma salli ala sejdina Muhammedin wa ala ali sejdina Muhammed. Mirë. Disa mütekellimin, ulemat të kelamit, e kanë bot tefsir ajetin e partë të surës Merjem, që është kështu: Kaf, ha, ja, ain, sad. Normal pak edhe ma shumë duhet me izgjat, që janë prap nga huruful muqatta'a, që lexojnë kështu si shkronja alfabetike. Shkronjen kaf e kanë komentu me kafin, i mjaftueshëm. Kafin, arabisht i vjen një njeri kur është i mjaftueshëm për ta sos që këtë punë. Mirë, po këtu i referohet Allahu Teala xhelle xhelalu. Kafin e kifayetullahi li nebi. Allahu i mjafton pejgamberit. Kur të lexojmë që këtë ta kujtojmë. Kaf, Allahu i mjafton pejgamberit. Nëse ati i mjafton, sallallahu alaihi wasallam, edhe neve na mjafton. Sa Allahu Teala ka thënë, eleysa Allahu bi kafin abdeh. A nuk është i mjaftueshëm Allahu për robin e tij më të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kaf ishte kjo. Kto zgjaten me 4 elifa. Ma pa vjen shkronja ha, kjo me 1 elif duhet zgjatet. Kaf, ma pa ha. Pse xhamat? Pse kafi me 4, haja me 1? Se mbaron me sukun. Mas elifit kur vjen sukuni, duhet zgjatet 4. Kaf. Ambas hajës vajnë ain, shef me fetha vajnë. Ha, ja, ain, sad, e në atë e dhe zgjasim. Nese, këto kalën në tejvit. Haja, që e zgjasim vetëm një, simbolizon hidajetin, udhëzimin e Allahut. Allahu Teala ka thënë, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dhe të ka udhëzuar ty o pejgamber në rrugën e drejtë.
jaja referohet në kuptimin te'yid, përforcim, përkrahje. Allahu Teala thot: "Huwallazi ayyadaka bi nasrihi", është ai Allah që të ka përkrahur me ndihmën e tij. Wal ain, shkronja ain, ka fa ja ain, po ma pa vejnë aini, ismet, a ka ismet në familje, dhe kushi, dhe një shoq. Mesin tona ka ismet, cëllë një ismet. Më ka të kushem një ismet. Mi t'ja dim kuptimin. Ismet do të thot me qenë i mbrojtur nga gjunafet, nga ne Allahu Teala Gjelle Gjelalu. Një prej tipareve të pejgamberve është me kanë ismet së fati. Që do të thot, nuk mund bëjnë gjunafe, e me dash nuk u kujtohet bëjnë gjunafe. Pse? Allahu i ka rujtë e një ka pastru. Allahu Teala thot: "Wallahu ya'simuka minan nas." Allahu do të mbrojë ty nga njerëzit. Deri atë ditë kanë det një rojtar te dera e shtëpisë pejgamberit alayhis salatu wasalam, ta ruajë nga dyshmant. Kur zbret ky ajet, pejgamberi alayhis salam i thot: "Rri rahat mo, shko në familjen tënde. Shkori me gruan tënde. Shkori me fëmijët e tu." Xhamat be ka dëshmu se e don më shumë se viti i vet pejgamberit. Çka do të thotë të ta ruajë derën? Shigjeta e parë tajtë të vëj. Tak, ti vdesish. Ama kë erun e pejgamberin alayhis salatu wasalam. Neve nuk duhet të arrujmë për shigjeta, po të paktën të interesojnë fene ati të arrujmë xhamat. Shif, njeri thot është gjuna me dërgu salavat. A dim si t'japim gjevap? Sa i dëtho se salat, ajo që kalon, e ka kuptimin e namazit, nuk o salavat. Ose përkrahje dëtho se. E në të tofe në gjova këtë kuptim. Përkrahje i tha salavatit, tash, ka dhe një raport, sa glom ka dhe një lidhje me atë në myshriku në gjenë Turqi. Sa glom ka gjemat. Nuk mund të mhike mu. Do analiza pak i kom shqyqira Allahit. Për vetura s'kuptoj. Thom kjo vetura ma e pali katastrofë dhe. Se di mu. Allahit në ndihmoje. Ama! A dul njoni komplet më për i dini. Dul komplet për i dini mu. Njoni alis u bo myrtet. Unë isha në studime atër. Personi në fjalë e kishte një faqe në internet, mezhebihanefi.com. A kupton? Ne fliste si me kon gjali Ebu Hanifës. E ne kite dojshim, bravo, halalikov, shumë bukur, mirë. Mes reshtave, tak diçka, thash, abe, kjo nuk më pëlqim mu. E ne i thash do shokve të mi, që mu ato e shof, nuk jo. Që 7 vjetë u bon, e shof helbet mu ka artë në mezhlis, nuk s'ka artë. Hala nuk ven. Nese, nuk se i nga t'i dhënam, po ndoshta është i zanët. Ama ati i thash shefte e du shumë, një gjenë unë e du isha shumë. Një njerë që e thot që këtë mes reshtave, ka prapa vi qeter. Tash pi afërsi së madhe, po pak e ne pi pasjel shmëri së ati, shoqe koma ma hak jo hak, pëtha të vejni nati. I'm sorry. Jo be loq, vallaj së më vejni nati. Turkët e kanë një laf, Allah i kitve tua për myshteri, qatë se e kanë pazarin. Gjdo hoqë e ka tezgën e vete. Që tezga jeme, elhamdulillah, kemi myshteri. E nuk jo ma që sy pango për adin, une, dalë dë kundi, imam, të më thajri, do shta mo e kini pa fartipi jo. Ta më së më pëlqen, A ka mund sa i të ndalish atë faqe Instagram se më pengon. Usos hoqë. Ta i qetin TikTok një se bëjsh, a mund bëse, më pengojnë mua të gjoja. E na jonë mua ato faqe, s'jon. Tama. Gazeta Selam parës më pajti njani. Selam të qemë aty, Gazeta Selam, shumë emri bukur. Mi pas ka qitë do video, Allah i razim, besoj kanë. Nëse i njif një kush, janë qojnë i selam, hiç ka problem nga në jeme. Ama, mu më pengon t'i jem nësi në gjaja, din. Unë e du të ma njësh 58 minuta dersin, jo 2 minuta, 3 minuta. Mu më pengojnë këto gjaja. Nese, njëni mendoj, thash në unë s'kom lidhja. Veç WhatsApp kom, mu më duket e natë nuk dhe kem, së shpeti, coming soon. Nese. Gjikepe mua më vetim. Të hoqëm, po, prapavi. Thatë, ja ke i natin, një belosh këtash. Shif, një resht ishte që dull pak pi vijave që u desht një hoxhe e fendi që ndroje këshau. Korekt. Ja diri ku dull tash, s'ka shejtan. Shqip namazet mund falen. Ku e di gji, e ku e di gji. Njojni, ani. Hoxha larët njojni. Pi një lafi, e në kitash që i thot salavati ka kuptimin e përkrahjes. Tash që s'ka ambient këtu e përdor këtë fjalë.
Helbet po gjetën pak një 2-3 veta qerë, një 2-3 tezga qerë qilen, dhe kthehen komplet i thunë gjynash me dërgu salavat. E ne adim të japim argument ati. Nuk, po hoxha unë nuk jam as hoxh, po nuk duhet ty argumenti. Ti besom unë e qka thom, e ne hoxha larët tonë vërtet qka thonë, ma ti qenë detaje, mos hynë. Va kom të regu këtë, në Stamboll më thirshin me një shoqat, në ders. Do shok të emi që kanë ardhë në njerë Stamboll të më vizitojnë, kemi shku bashkë të ato. Ka dzojqa dë njerë ders. Ato ishin piktu, qku ma tje. E në jonë halis këshu frajera njerës, i du për i zatë Allahit. Pse jonë frajera? E kanë kuptu islamin. E kanë hap një shoqat gjemat, një klub. Klub të ne diskotek, no. Klub, atë ku dërin emigrantët e Macedonisë. Ja kanë vuen e një më shoqatës, ama gjdo jafë e thirin një hosë në ders. E tash rastisht më thonë, po caktimi Allahit, uza tekëm me njënin me një gjenaze. Kur i vdiq, vlej hoxhës tem. A, tha, unë e pi Macedonie, pi ka janë? Pi manastiri, pi Bitole. Pi Bitole, ande, po unë thash pi Tetove, qashtu unë njoftu. E ne më thiren mapa e ne mu disa herë në derse. E tash, kur jetë talebe, jeshëm me entuziazëm, adin, unë e dit argumentet, vam sheli i gojin, andikën. E ne bashkë atërisht e trend që kjo njeri, për një sej qetër e pat. Nëse o tha synnet, ama personi njët, kjo myshrik, ka dalë më komplet për din. Tha, nëse o synnet përdorish në misfak, ta dini, këto që kanë problem me din me iman, sef të sajlin, te misfaki, te engranja e pejgamberit a.s. Te racet e pejgamberit a.s. Ribe respektoj e pejgamberi ki, pejgamber be ki. Qka të pengon misfaki? Rebe meru me diçka qetër. Edhe fol për drogën, fol për rakin si diçka negative. Pse misfakin e ngucish? A nuk o ashtu? E ne kita ashtot, nëse besojnë musliman se o synet me përdor misfak, atëre leti mbysin prindet në shtëpi. Qika lidhja? Pse pejgamberi ishte jetim. Do thonë, nëse përdorish misfakin tjetë synet, atër kona synet tjesh jetim. Qika lidhjeve, misfakin mund me vullnetin tanë të përdorish. Caktimi Allahit ose ja ka marë jetën prindve të pejgamberit dhe ka mbet jetim. Kështu analogjie s'ka kjo, këtë të këtë send. Që atër ishte trend kjo? E në unë shumë mzefa në deqen, e tha, gjema, thash, a dini si t'japin gjeva pa ty në? Tha, no, kozo. E në njën i kësi, tha, po, tha, unë e kom gjevapin të. Thash, hajde, unë me gjithmen pres, Bukhari të thosë e di shka muslim hadith. Më falë një gjemat shpreje, tha, djasha, ene nanën, ene familjen, e kitën e dhe qytë. E ne kjo ishte një mësim për mu. Po, be, tha, mu së më interesojnë, tha, argumentet. Unë tha, juve si o gjallartë vërtet, po zort, unë gjojt dë njëherë, shë për hatër dhe njoj ato, tha, jo, be, më pëlqeu, nice point of view, ama pikpamje e bukur. Nese, qajt met janë gjynaf, ta ndreqim të është. Mirë, ama duhet të interesomi. Pak barem të vambyllim gojen me argumente fetare, duhet di... Do me thanë, tema ishte, mos dalim nga tema ishte, hoxha në mësuj si shahin. Tema është, Allah u dërgon salavat mi pejgamberin. Do me thanë, e qmon shumë, i bon rahmet. Kuptimi qeter, nuk dërgon dëshkimet për gjithshme aty ku ekziston pejgamberi, apo syneti ati, dhe ja tash, ndihma e Allahut. Allah i del zot pejgamberit. To kitë tregojnë se pas ka vlerë, që në ka shumë i të shmushëm të Allahu, po, ne i tregon këto ajete, Allahu Teala gjelle gjelalu. Allahu Teala thot, wa in tadhahara alayhi fa inna Allahu wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika dhahir. Mirë, po para kësaj duhet të lexojmë disa ajete paraprake të surës Tahrim. Këtu e kam majt qel, ama amshel. Që tash një sekund. Po. Surja Tahrim, ajeti numër 1, Allahu Teala thot, Estaidu bila bismillah. Ja ejuhen nebi, o ti pejgamber, lime tu harrimu ma halë Allahu lek. Pse i bëjsh haram do gjëra që në fakt Allahu Teala ti ka bëu aty halal. Tash dhe jap vesh fjalë për fjalë kuptimin, ma pa dëjmë pak ma në detaje, ama ju lutem ta ngjojni mirë se mund të keq kuptohet kjo ajet.
Sot ateistët vale lujnë bëj që këtë ajet. Tamam, po bone vakide një ateist dhe një kuraniste në gjove që i mohon hadithet, si e komenton që këtë ajet, vallaj se në shpëtojsh imanin. Vallaj se në shpëtojsh imanin. Allah në erujt. Ja ju hen nebi, o pejgamberi dashur, lime tu harrimu ma halallahu lek. Pse i bëjsh haram do gjëra që në fakt Allahu Teala ti ka bo halal. Si dhe kuptojmë tash këtë? Pejgamberi ja bon haram vetes së tij diçka që Allahu ja ka bo halal. A ne vedim se në akide me i thënë diçka që është halal, me i thënë haram është kufër. Është kufër. Mollës ti thom unë haram. Estakfirullah. Edhe ana sjelltas, rakis ti thom halal. Haramit me i thënë halal. Si dhe kuptojmë tash këtë fjalën haram? Njëci kullu ta'ami kana hillan li bani Israil. Çdo ushqim ka qenë halal për benu Israilët, për gjemtë e Hazreti Jakubit, për milletin e atij. Në këto të sotshme, të mallkuar. Israil e ka emrin Hazreti Jakubi, që do të thot Abdullah, tamam, robi dashur i Allahut. Hazreti Jakubi llaqabin e ka pas Israil, që do të thot nga aramatikishtja, në arabisht me e kthy Abdullah. Illa ma harrama Israilu ala nefsi. Përveç asaj gjëje që ja boni haram ai Israili, Hazreti Jakubi, vetes së tij. Prap tash kalon fjala e njëjtë. A në një vend tjetër në Kur'an, Allahu Teala ku na e tregon neve pejgamberin tonë të dashur, Allahu ju ka dërguar juve një pejgamber që i bën halal sendet e pastra, u yuharrimu alaykumul khaba'ith, dhe yuharrimu që i bën haram gjërat e pista. Si di kuptojmë këto? Për çfarë duhet me ngju derse tash Allahu ku thot pejgamberi gjërat e pastra i bën halal, gjërat e shëmtuara i bën haram, është halisën kuptimin si e kuptojmë neve halal edhe haram. Rakia me mollën, tamam. Haram rakia, molla halal. A e kuptum? Mirë po ka edhe kuptim tjetër si me u betu se mo nuk dhe hash apo nuk dhe pish një sen që e kje halal. E në kësaj i thuhet dë njerë si me e bo haram, ama vetëm për veten tënde. Shembull në Kur'an, Hazreti Jakubi. Allahu Teala thot, ummeti ati, kitë ushqimet i ka pas halal, përveç Jakubi a.s. mishin e deves ja ka po vetes haram. Çfarë aspekti haram? Ka premtu mo se dhe mbajen kontrol epshin, se mo nuk dhe ha mish të deves. Kjo nuk bëhet edhe për ummetin haram. Tamam. Unë si musliman, a mund bëj bie të premtoj se unë, ose x personi tash më ka pe bia mu, unë fix x personi thot nuk do paj uj, bëj bie se nuk do paj. Më koft haram mu e ujti, ai po paj uj, konsiderohet si me e prish bien, thot Ebu Hanifja rahimehullahu ta'ala. Tash e kuptojmë apo? Hazreti Jakubi ka thënë unë vetes ja bëj haram. Çfarë kuptimi? Thon bëj bie mos e nuk do ha mish të deves, këtë edhe ju mund ta bëjni. Tash dush ta kontrollojsh pak epshin. E për dit pica, e bëjsh bie se mo nuk do ha se mund të ma dëmtojë shëndetin, du ta mbaj epshin në kontroll. Po hangre, quhet si me prejsh bien. Do çat duhet me liru një rob. S'ki e rob, duhet 10 fukarave, ka një sadakatul fitr. E në ato pare nuk i kje, 3 dit, një mbas një, duhet me agjeru, se të ka kap një ligj. Lafet xhamat kanë hukme, kanë ligje. Allahu Teala neve na ka dhënë mendje. Ne jemi njerëz dhe lafet që dalin nga goja duhet me i mat. Një laf goje mund të çese pi imani, si e qiti atë që i thoshte vetes hoç. Një laf goje mund të çese nga niqahi me gruan. Një laf goje mund të çese kallop nga zemra e babës, e nënës, e hodës, e shokut, e ati, e këti. Shif, zem vend ajo fjalë. Nuk mund neve çprehena si duam, mam tek që këtë laf dhe përdori. Jo. E ja tash, ka di kuptime kjo puna e haramlekit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë aspekt ka bo haram diçka për vete, tash Allahu Teala në thojza pak e qorton, Allahu ta ka bo halal, pse abstenojsh veten nga ju e mirë? Vazhdoj, halal e kje. Pse bëjsh këtë tep të ghi merdat e zwagjik për t'i bo razi gratë tuja? Wallahu gafurur rahim, Allahu Teala është falës dhe i mëshirshëm. Kad farad Allahu lekum të hillet e imanikum. Në fakt, Allahu me të vërtet va ka bo fars me izgidh që këto bijet. Shif si bije e qunqat. Ja bona haram vetes,
Pejgamberi diçka ja ka bo haram vetes. Dhe tash thot për ta zgjidh këtë problematik, si me zgjidh bien, si me presh bien, duhet me bo diçka. Wallahu meulakum, Allahu është dosti juaj, wa huwa al-alimul hakim, ai është që din diçka, edhe është hakim i but. Wa idha sarra an-nabiyyu, kur e hapi një sekret pejgamberi, ila ba'di ezwaji, me njënën pe grave, i kallzoi një sekret, hadithen që tu bisedu. Në biseda i tha një sekret, ama i tha grave qera mos i kanza. Felemma nebbeet bihi, qajo grua e dhat haber, do me thane ndauat informat me një grua qeter të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa edhara Allahu alaihi, ma pa Allahu ja boni me dije pejgamberit se kjo grua nuk e ka mbajt atë sekret, ja ka kallzu shoqjes së vete, ama këto janë sende të bukura xhema, këto janë sende që çdo njeri mund t'i ndodhe. Tamam. Si be nuk ja ka mbajt sekretin, po burë e grua be xhema. Burë e grua tash. Tamam, pejgamber, grua e pejgamberit, ama kanë edhe tipare njerëzore, ani. Mos gabojmë, mos mendojmë diçka të keqe. E kur Allahu ja boni me dije pejgamberit, pejgamberi alayhi salatu wasalam i diti diçka, ato gjëra dhe disa edhe i toleroj. Felemma nebbeha bihi, kur i tregoj asaj grua se shif, unë e di atë, qalet, ajo grua tha, men embeke hadha, kush ta tregoj ty e kët, se unë i kam tregu kësaj shoqes teme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam se qale tha, nebbeeni al-alimul khabir, më dha mua haber ai që i din gjithçka, Allahu el khabir që ka haber për gjithçka. In tetuba, nëse bëni teube ju dy gra që e bënët këtë gabim, ila Allah te Allahu, faqad sagat qulubukuma, ndërkohë edhe ju kanë rëshqit pak zemrat, se tamam bur, ama është edhe pejgamber, sekretin e ati e kini hap. Fejnë të dhahera alehi, nëse mblidheni bashkë ju dyja, ti bëjni dhe një komplot brenda familjar, do me thënë, ti dilni zot njëna qetrës, pak për të ngushtu pejgamberin për diçka, familjare, jo fetare. Fejnë Allahu e meulahu, Allahu është dosti ati, didale zot, wa Gjibrilu, edhe Gjibrili a.s. wa salihul mu'minin, ene musliman të mirë, wa el melajketu ba'de dhalike, dhahir, edhe melajket qërë, mbas këti rasti mod do t'i rinë bas pejgamberit të dashur, do me thënë do t'i rinë krah, do t'i dalin zot. Shka kuptuam tash? Duhet tash të lezojmë për shka kënë zdrip këto ajete. Pejgamberi a.s. ka pas disa gra. Dhe një dit, rinë pak ma gjatë të Zeynep binti Gjahshi. Kjo tash e treta që del në këtë mesele. Pejgamberi a.s. ka ndejt pak ma gjatë atje, ajo i ka shërby sherbet nga mjaltë. Bur e grua, muhabet ka nëbo, e ka qeras pak mjaltë, pejgamberi e ka dash mjaltën shumë. Se rinë pak gjatë, Hazreti Aisha radiallahu ta'ala anha, nana e gjithë besimtarëve, dhe gruaja më e ndershme, më e vlefshme në historinë islame, aspekti njerëzor fillon pak ajo xhelozia, po, pse me këtë rajnë ma shumë. Edhe si më e ditshmja dhe më e mira, i qofshin falë asaj ja Rabi na bashkon në xhenet, se unë e këto, stakfirullah nuk du thonë për sahabët të meta, po, insan halli këto, apo, kur i dëgjoj, mlidhet ma shumë zemra xhema, se di inshallah vlen e njëjta edhe për juve, se tash më duken halis si neve. Për ndryshe më duken shumë të largët, së një mbrejmë o vlanev. Ama kësi raste kur ka dhe në shpia tona, aha, e gjesh veten aty. Hazret Aisha i mbledh gra qera, thot kur dhe e pejgamberi a.s. Dithujmë se dvejnë e rekeqe ka goja. Qka të ka dhanë Zeynebi. Megafir, i thujnë. Në më thanë, dvejnë era megafir. Megafir një loj bime, që ka, do shta si hudër ose qep, diçka. Vjen pejgamberi a.s. Hazreti Aisha pash me Hafsën radiallahu anha, vajza Hazreti Omerit, thot, dvajnë era me gafir. Pejgamberi a.s. thot, jo nuk kam hangër me gafir, kam hangër mjalt. Mjalt, kush dha mjalt? Po që Zeynebi, apo, e shef pejgamberi a.s. se këto gra pak janë prek, që bon bije sikur, e bon haram. Tamam be, nëse dë knaqeni, që ja bëj haram vetes e në njerë mjalt nuk dë ha. Allahu Teala me njerë e korrigjon. Pse? Sahabët këtu së mpresin, diçka nga pejgamberi, me njerë edhe ne dhe e bëjmë. Ibn Abbasi ashtu thot, ka ajet, Allahu Teala thot,
Te pejgamberi ka shembull të përsosur. Sot ne për pak kitë milletit ja bëjshim haram mjaltën. Prandaj Allahu Teala me një sure Tahrim ajetet e para në Kur'an kalon një rast familjar që ka ndodhur, ama dalin shumë mësime për këtë ummetin. Tamam. Pse bën haram vetes, Allahu Teala me njerë e korrigjon, pse don t'i bëjë razi gratë e veta. Kjo është edhe një mësim për neve. Hoxha, ai që është më krijet, këtu bëhet fjalë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ai dhe këtë kriter rizaja Allahut. Gjidon gruja, me pajt gratë nuk duhet dalim në nders hiç këto xhamat. Gjithë ditë shpej. E perdet ti vëm, nuk dersim ta mësoj. Unë kupton. Nuk të vajtrej me ju, duhet shkoj të paj me atë çaj në balkon apo gratë me i pyet, tamam. As kanë kontroll ato. Nuk ka fund për ato. Gjithë ditë rreshën shpej. Të ta vëm futën, do ta bësh bukën nëse du. Na deri a gjetë shkojem duket. Taj po se rujtë atë autoritetin tënd, vaj halli për ty. Nese, do me thanë, ka një mësim për neve, ose xhamati, nuk ta bëjmë razi xhamatin. Po, edhe xhamatin, ama ta shohim a është razi Allahu xhelle xhelaluhu. Po si e dim neve se këto dyja janë Hazreti Hafsa e në Hazreti Aisha. Kalon në Buhari. Edhe këtu dalin mësime shumë dhaja. Ibn Abbasi radiallahu anhu ma e tregon këtë rast. Thot, kur e lexova këtë ajet, s'u ne kuptojsha kush janë këto dyja. Se Allahu Teala thot si të bëjnë teube këto dyja, ose si ti dalin zot njëna tjetrës këto dyja kundër pejgamberit. Kush janë këto dyja? Hazreti Ibn Abbasi, müfesir, komentuesi Kuranit, duhet ta dije pa tjetër. Shifni xhamat çfarë parimi del, çfarë terbije del. Thot dojsha ta pyes Hazreti Omerin, thot nga respekti që e kisha për atë, nga madhështia që e kisha në zemër Hazreti Omer, një vjetë se ne mora guximin t'ja parashtroj pyetjen. Një vjetë më ka shku, njësa ta gjej momentin t'ja parashtroj pyetjen hoxhës se më duhet një fetva. A del një mësim xhamat tu për neve? Del pak apo. Hoxha duhet veproje si Hazreti Omeri. Thot e gjeta t'u shku në haç. Edhe une u vesha me ihram e shkojmë në haç. Rrugës e ndala, ja Omer, ja emir al-mu'minin. Vaktin e Hazreti Omerit, kjo halife kur ka qenë. Kam një pyetje të parashtoj që një vjet e kurse më vajnë mbare pi hejbetit, pi autoritetit madh që e kije. Hazreti Omeri tha, mos vepro kështu. O të vajnë mbare. Çka duhet pyet? Nëse e dim do t'japim haber. Nëse e dim do t'a japim xhevapin. Ja, terbia e talebes e xhamatit si duhet tjetë, nuk me njerë, hoxho, teko, kom një pyetje, këshu jo, falni që va thomë, më keq kuptojni, për mua një si Hazreti Omeri, hiç nuk o problem, e në unë du thomë, mos unë gushto, ama me WhatsApp, me mesazh, hoxhën, fetva, mos e pajtni, nuk veç besimin, hoxhën, asni hoxhë. WhatsAppi është vend ku bojnë muhabete për qesh. I çojmë shorca njëni qetrit, apo shefe ki si asdrau, shefe ki qetri, apo si e ka promash penalin e kështu mera. Për hoxhën, dëvish, ndrekësh këtu, 100 dihesh këtu, hoxha lara qerë, dendi e kish kur është. Nuk e në ta pesish në telefon, hoxha i e ke xhamoja të vaj. Nuk. Për mu e vallaj nuk ka problem se duhet të ndjeku në Hazreti Omerin. E na i thot nuk ka problem. Ama talebja, xhamati duhet të arruj atë nder e në atë hejbet në zemrën e vetë për hoxhën e vetë që e ka. Unë e shumë mirë e kuptoj Ibn Abbasin se një rast i ngjajshëm ndodhi mu me hoxhën tem. Kisha një mesele do isha ta ndaj me hoxhën, 3-4 muaj më ka shku së një kom hynë zyrë t'ja parashtroj atë pyetje. E tash unë e kshu e kom vlerësu hoxhën tem. E kom qifen e xhamati që e ngjon dinin nga unë, Hazreti Omerin që e ngjon nga unë, Ibn Abbasin që e ngjon nga unë, duhet me i pakto, thuja emnin këto ndjenja. Lau, hinin zyrë, kusho të borbe këto. Kusho arkëtari i xhamojës, unë e këtu me talebe. Po kjo sjellje nuk o islame. Hoç ka mbrenda. Hoç ka. Este ko se na kanë ardhur që këto roletnët, kur kanë ardhur, ndoshta u bë sebeb unë dal pi xhamie një vakët. Që kështu ishim me do xhamatli, ram u çel dera, haj se kanë ardhur roletnët, hajde ti mbajmë roletnët. Ka dale bote, kjo nuk o firma jote. Am pengon, shokët ndoshta më kanë pa, nuk roletna, e në peleta kom bajt, e në hasra kom shtru në xhami. Ama, metoda si i afruesh hoxhës, të jo problemi. Mapa milet jonë, po se rujtet e vetat autoritetin tanë të marrin në përkam, të shkelin, apo, pse i dim këto, dë njerë pak dalim edhe neve bojmi mbrojtës të asaj tonës. Hazreti Omerin këtë rastit regon se kia jetë ka zdri për vajzën teme, e ne për Hazreti Aishen radiallahu anha, që këshu e kanë bo një farmi trike si pas logikës të tyre të shenjtë, që
Ky gabim i atyne vlen më shumë se çdo namaz i joni. Ky gabim i atyne që janë qortu nga ana Allahu xhelle xhelalu vlen më shumë se çdo agjerim që e kena bën vapën më të madhe të verës, vallahi ashtu duhet besoj. Ky gabim i atyne vlen më shumë se ki dije që i kemi neve hoxhallarët, hadithi, tefsiri, ajo kjo. Tamam, ashtu duhet me besu për sahabët. Dhe pejgamberi alayhis salam shif nuk e ka zënë për të madhe. Oni be nëse do kënaqeni ju, ja bëj haram vetes mjaltën, ama Allahi nuk ka dashur. 29 ditë nuk shkel në shtëpi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Munafikët këtë qif mendojnë se është ndapi grave pejgamberi alayhi salatu wasalam. Hazreti Omeri e merr vesh këtë dhe shkon me njerë, ja Rasulallah, nëse a bo sebepen e vajza jeme të shqetësoje kështu, më shkush në shtëpi, kallëzom drejt, shkoj t'ja kallëzoj qefin. Pejgamberi alayhis salam thotë qetëso. Shkon Hazreti Omeri në shtëpi, e merr vajzën e vet. I thot tregom drejt çka i keni bë këtij pejgamberi sa nuk të vra, sa s'të kom hek kokën. A be hoxho, oti, qa që don pejgamberin be? Qa që don pejgamberin be? A mund krasohesh me atë? Ma pa to kërkojnë falje, që bëjnë teube, Allahu Teala va pranon teuben, pejgamberi aslam kthen në shtëpi dhe jetojnë të lumtur. Pe këtu dalin shumë mësime për neve. E në raporte familjare, tamam burë e kije, ama është edhe hoxh. Për një xhamat është ai hoxh. Tamam burë e kije, ama është drejtor dëkun të ai. Tamam. Ose ju hoqë e kini, shoqë e kini, ama për dikë është hoqë. Duhet mirë me i bo këto raporte. Hoqë Allahët këshu në thush. Ka hadith, nëse një njeri gëzohet se qerët shohen kam për atë, let bëhet gati për zjarin e xhenemit. Hoqë Allahët këshu në thushin. Hoqës dipengoje kjo që shohen ju në kam, ama ju prap duhet të shoheni në kam si talebe. Hoqë dhe të thosë se ulu, te i dhe të shohesh në kam. Janë rastet e ralla që nuk duhet të ngjysh hoqë. Edhe me babën në shenjeta gjë. Baba të shojt të të mbushe qajnë. Nauk, qameti, fesat dhe krejse në të shpi, unë dhe mbushi qajnë, te si babë, se ne marish qajnë të mbushish. Tamam, jonë do sjellje që u desh t'i ruajmë. Neve pse i humbëm këto sjellje, ja sot milleti s'ka respekt për hoxhallar, pi këto fillon xhamat. Pi që këtyne respekteve të vogla, ma pa bëhet për qeshja hoxhallarve, ma pa përgojojnë hoxhallarët, e trit mapa, mësojnë shkojnë mbas njerëzve qerë, nuk vinë xhami mbas hoxhallarëve, mbas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama juve nuk jeni ashtu, Allahu ju shpërbleft, edhe të mundojnë ja maksimalisht me i rujt këto terbije të ashabëve radiallahu anhum ejmain, velhamdulillahi rabbil alamin. E zgjata shumë, falni. El Fatiha. Allahumma salli